Të dielën nga ora 12 në qytetin e Gjakovës do të mbahet një protest për Daorsa Spahiun, 24 vjeçaren për të cilën fillimisht ishte raportuar se kishte kryer vetvrasje. Mirë po, familjarët kanë ngritur disa pretendime të tjera. Ata thonë se kanë publikuar fakte ku dyshohet se ajo shtyr drejt këtij akti nga ishi dashuri, pasi ekzistojnë dëshmi për ushtrim dhune ndaj saj. Arber Zhubi, njëri nga organizatorët, tha se me këtë protest kërkohet zbardhja plotë e rastit të Daorsës dhe vënia e drejtësisë në vend. Tonë do mu bashkangjit në protest për shkak se kjo është një luftë ndaj një fenomeni tërë, kjo është një luftë ndaj krimit, kjo është një luftë dhe rezistencë ndaj padrejtësisë, edhe gjithë do mu bashkangjit në këtë protest me një qëllim të vetëm, që është zbardhja e vrasjes shoqes tonë dashur. I ftojmë gjithë mu konë pjesëmarrës, i ftojmë gjithë miqt, dashamirët, njerëzit që përcjellin rastin të jenë bashkë me ne, sepse ne gjithë së bashku jemi më të fortë dhe do ta luftojmë rastin deri në fund së bashku. Sa më shumë që ne jemi zë dhe i bashkangjitemi kësaj proteste, aq më shumë ne kemi shansin të luftojmë para drejtësisë. Zhubi shtoi se protestat nuk do të ndalen dhe do të vazhdojnë edhe pas asaj që do të mbahet në Gjakovë. Ne do të vazhdojmë çdo moment, çdo ditë e ardhshme do vazhdojmë mirë, po për momentin ja kemi nisë me Gjakovë, mirë po ne nuk ndalemi asnjëherë dhe do vazhdojmë të ndërmarrim gjitha hapat e duhura dhe të ardhmen që të zbardhet rasti shoqes tonë. Daorsa Spahia ka ndëruar jetë me 5 nëntor dhe rasti i saj ka shkaktuar reagime të mëdha në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. Për vdekjen e saj po kërkohet drejtësi pasi dyshohet se ajo shtyr drejt vetvrasjes.